Mirë se në emisionin I Pavarur. Ndodhemi në ambientin e kryeministrisë, siç e shikoni, vazhdojmë të kemi të njëjtin dekor të bërë me duart e dekoristit Edi Rama, ndërkohë që në regji kam të përjetshmin që nga 2020 e largët para pandemisë, Cristiano Xhanarin. Me Kristian kemi bërë këtë emision dhe vazhdojmë ta bëjmë në mjediset e kryeministrisë së Republikës së Shqipërisë. E do të fillojmë me një aktualitet I cili është super I dëndur, natyrisht ne kemi përzgjedhur disa materiale, siç fillojmë me këtë Shqipëria jep lamtumirën me nderime dhe ceremoni shtetërore kryetarit themelues të PS-s Fatos Nano. Ne natyrisht do të ngushëllojmë familjen për humbjen e të dashurit dhe nuk do të merrem unë personalisht me njeriu Fatos Nano, edhe pse jam gazetari I cili ka bërë për rrethëshën kronikën e arrestimit të Fatos Nanos dhe të mitingut të 30 korrikut 1993. Pastaj ka ndjekur çdo seancë gjyqësore të rrethëshës, unë dhe askush tjetër, deri kur mbaroi gjyqi Nanos. Pra, do të merrem me politikanin Fatos Nano, një person për cilin unë kam shkruar që ka 20 vjet që ka vdekur politikisht. Më sakt ka vrar veten politikisht. Më sakt e kanë çuar në vetvrasje politike. Çdo të thotë. Në 2020-ën, në 2005-ën, po sa ka rrjedhur koha, Cristiano, 2020-ën kur kemi filluar emision. 2005-ën. Fatos Nano ditën e zgjedhjeve militantëve që bërtistin fitore, I pak shu shtrëmër, e I tha, kush do të rasi fitore, tha të shkoj se lija tjetër. Nga I moment Fatos Nano filloi të shkonte në kuvend, një herë në 6 muaj thjesht që të mbante mandatin e deputetit. Një mandat. Nga 2009 iku dhe pa jetën e vet. Kjo është ajo që unë personalisht nuk I fal në karrierën politike të ndjerit Fatos Nano, I cili po them edhe një herë, në 2005-ën, 20 vjet më herët, ka vetvrar karrierën e tij politike dhe është endur si turist nëpër Shqipëri, nëpër Austri, nëpër Greqi. Nuk la trashëgimi përveç Edi Ramës, që e la aty në këmbim, nuk e di se çfarë, dhe nuk foli kur. Dhe kjo është përgjegjësia një politikani që tërhoqi vendin për 8 vjet, tërhoqi partinë e tij për 8 vjet, pastaj u shtuk. Pra, nga ana njerëzore edhe një herë ndjes past edhe ngushëllimi I familjes, nga ana politike, ky person ka vdekur 20 vjet më parë politikisht. Ka vrar veten për të mirën e pasardhësit të tij politik Edi Rama. Të lutem, dje është bërë një ceremoni, një klonat nga ato që janë, që them, tipike, Rama video lamtumir për Nanon. S'do ndahet asnjëherë nga vendi nderit në historinë e familjes tonë të madhe. E me ndërjush pordh me rigon nga këto gjëra që Rama I ka shumë qejf këto lloj ceremonish. Ka qejf të shpalos oratorinë e tij shekspiriane. Njëri që di të flas, njëri që di të bëj figuracion letrar, njëri që di të vendosi pikat mbi. Natyrisht aty është gjithë enturazhi I këtij tranzicioni. Dhe natyrisht kjo ceremoni, ajo që u bë dje lamtumirës, me njerëz me kostume të shtrenjta të zinj, e me fytyra të vrerosura, ishte ajo që pikërisht ai funerali, mbyllja e ceremonisë së një vdekje që kishte nisur 20 vjet më parë dhe dje duhet kurorëzohej dhe gjithë ky establishment politik. I tha faleminderit Fatos Nanos që e luajte deri në fund rolin që do dhanë. Roli I personit që duhet të shkëputej dhe duhet të linte Edi Ramën, natyrisht bashkë me Sali Berishën, që ta çojnë vendin aty ku po e çojnë. Është po aq përgjegjës me heshtjen e tij, po aq përgjegjës me politikat e tij, saqë është Edi Rama dhe Sali Berisha. Politikisht. Nga ana njerëzore dhe njerë them, Zoti e di më mirë se ne. E mbyllim këtë kapitull për të vazhduar me tjetër aktualitet. Urdhoni. Ishte një Halloween I ngarkuar, përfundon seanca në gjykatën kushtetuese për Veliajn, vendimi pritet në vijim.
Erdhi Lali dhe i gëzoi zemrat shumicës shqiptarëve atyre që kishin qejf ta shikonin me pranga dhe të rrethuar nga policia. U gëzuam se ishte imazhi që i mungonte këtij puzzli. Lali që doli kështu si babaxhan nga bashkia ditën që hypin makinë si babaxhan, edhe shkoi diku, ne e dim që ishte në Durrës, por kur e pa më shumë policia ndjem vërtet që ka marrë shteti. Dhe Lali që po vazhdon të përpolitet, sepse nuk do të djegë karrierën politike. Burgun po e mban. Karrierën politike Lalit mos ja prekni dhe po lufton si gjarpri në ngur Lali. Dhe ne shpresojmë shumë që kjo gjykat, e cila pristim natyrisht nga që kishte gjithë kohën, gjithë sensibilitetin e dur, të kishte marrë një vendim. Erdhi puna, u bë seanca, u dëgjuan gjërat, duhen brenda 30 ditëve. Faktikisht kanë thënë që mund ta bëjnë më herët, por gjithsesi zgjedhjen në Tiranë nuk ka. Të paktën zgjedhjet e javës tjetër, pra të dielës, nuk do të zhvillohen në Tiranë. Dhe ndoshta do dalë i parashikimi im që Edi Rama nuk e ka për gjë ta mbajë Tiranën me një bedel, siç mbajti dikur disa bashki. Pra bashkinë e Durrësit me Mirjana Sakon kur ta dorëheqën kryetare e zgjedhur, bashkinë e Shkodrës kur ktheu Voltanën pas një vot, pas një gjë të drejtoi bashkinë e Shkodrës për 4 vjet. Ç'është problem ka për 1 vjet e gjysmë drejtohet Bashkia e Tiranës pas zgjedhje. Në këtë mënyrë nuk kemi të drejtë as ne të themi doktorët humbe zgjedhje se s'u bën zgjedhje. Ecim dhe marshojmë në për informacione, urdhoni. Nga sot 2 linja urbane në Kamës çmimi i biletës rritet 50 lekë. Aboneja bla bla bla. Rritet 50 lekë, domethënë, në qoftë se ishte 40 lekë, 40 pjesëtim për 4, më falni, se bëra mbrapsh komplet, 40 pjesëtim për 4. 100% është 40. 100 është 25. Kështu që thjesht fare është rritur 25% bileta. Do thonë, ama 100 lekë si vjetër o burr. 100 lekë si vjetër për një person që bën një vajtje, një ardhe, u bën 200. Dhe në 2 ditë është shtuar një bilet tjetër. Mi po 2 lekë këtu, 5 lekë atje, 3 lekë këtu, kështu ikun leku jon. Një kjo. E dyta ka një marrëveshje që biletat ishte 40 qindarka. Ka vajtur 50. Jo po s'ka financim, jo po kështu. Kipe e kam për Rakipin e Kamzës. Si është kjo punë? Se Rakipi është duke të transformuar Kamzën, është kështu ashtu, ndërkohë që këta të linja me thonë nuk ka subvencion. Ja ky është pushteti vendor. Ecim. Me që ishim tek zgjedhjet, Berisha, raporti ose BE Odir fakton se ligji elektoral i vendit u shkelmua. Kaq deshëm. Kaq mor ka doktori që në datën 12 maj. Se në 11 kishim ca punë. Në datë 12 maj doktori filloi të thojë i vodhi Rama. Nxjerr fakte, nxjerr letra, nxjerr foto, bëj deduksione, bëj induksione, derisa doli raporti ose BE Odirit, i cili faktoi u shkelmua ligji elektoral. Kaq duam, ne duam të drejtën. Pastaj jeta vazhdon. Doktori vazhdon në parlament jetën parlamentare. Doktori vazhdon merr pjesë për seanca, miraton ligje. Keni të ende ligjin për barazin gjinore, ajo pjesa jo thjesht burr grua e të tjerë. Ka dhe të tjera që ndoshta na vjen koha të diskutojmë gjatë këtij emisioni. Pra, u vodhën votat. E certifikoi dhe ose bëhet Odiri, ndërkohë që ne vazhdojmë rrugën në parlament. As protesta, as revolt, as bojkot. Jo. Rëndësi ka gjejë, vërtetuam se Edi Rama është hajdut. Kjo është e rëndësishme për ne. Pjesa tjetër, tëm në sëmës. Ec Kristiano. Ec u bënat. Policia, thot, blokoi 1336 monopatina elektrike dhe 126 motomjete. Ka kaluar ky si lajm, njerëzit e shohin duket shumë. Kur shohin kështu shumë edhe ngopen, thonë po punon shteti. Atëherë, 1300, do të thonë, i thon rreth 1500 mjete, të cilët blerësit e tyre kanë shkuar në mënyrë të lishme në dyqanet të lishëm, apo blerë dhe online, por në mënyrë krejtësisht të lishme, me parat e xhepit, me faturë dhe kanë blerë një mjet i cili ka qenë në shitje të lishme.
e kanë përdorur, kanë ndërtuar mënyrën e tyre të jetesës, pra me monopatin kanë çuar fëmijën në shkollë, kanë vajtur vetë në punë, kanë lëvizur nëpër qytet, kanë lëvizur nëpër lagje. Një ditë e bukur, çohet kryeministri i vendit thotë no more monopatina. Të nesmen ndalohet, që u ndalohen janë mirë. Bllokoi. Çdo thotë bllokoi një gjë që është pronë. Dhe në një vend kapitalist, prona është e shenjtë. Mund ta bllokoj, domethënë, mund marrësh masa, mund të vendosësh gjop, megjithëse nuk është se gdhihesh në mëngjes, kjo s'do të jetë. Më mirë mbledh natën parlamentin, ndrysho kodin dhe pastaj në bazë atij kodit vepron, sesa e ndaloj pik mohabeti dhe mirë që ndalon, nuk ka problem, por bllokuar motomjetet. Çështja që në Shqipëri, duke filluar nga gjërat e vogla, deri tek shtëpia nuk kanë më shenjë të ri. Ti merr shtetin si të doj. Si të duash ti, me gjyq, pa gjyq, me letra, pa letra, ti merr valla, ja ku e ke. Monopatinat, një të dalë në rrugë, ta ka polici për fyti monopatinën, ti të riq, ai të riq, fiton polici, se policia atë punë ka, ti s'ke atë punë. Ti me monopatinë normalisht je një qytetar i shkreti që nuk ke as muskujt, as fuqitë që të marrësh një makinë. Të kesh një hamer të madh që ta marrësh dhe policin para. Ti ke një monopatin këtë vogël që e karikon me energji, ta merr polici. E ja kështu, më nxirr një tjetër lutem. Dalim të lajmet e mira. Ja urdhon çik. Express. Shqipëria e konsideruar Tajlanda e Europës, një parajs tropikale pak orë larg BM. BM është Britania e Madhe. Siç duket kanë ardhur dhe kanë parë në për lokalet e maleve, kanë parë tajlandez, se unë kanë vajtur, për shumë vajta në Rajs, në Razëm një ditë, në Razëm, edhe ishte mbushur me tajlandeze. Këtu, në Tiranë, ishte një vetë shërbim aty të gjuhët e huaja, edhe një tajlandeze më tha, i thashun, çfarë është kjo? You want this soup, or this soup, this is with meat, në fakt, ajo with meat ishte pache, cilë nuk i kështë akoma mësuar tajlandezja. Dhe prandaj thonë këta Tajlanda e Europës. Në fakt, ne nuk po promovojmë Tajlandën. U bë turizëm në Shqipëri dhe nuk do të jetë as Tajlanda, as Karaibe, as Ibe, të jetë Shqipëri. Vazhdon publiciteti i sforcuar sepse pas një kurbe mashtruese rritse, duket se si vjet ka filluar të bjerë bateria e Tajlandës. Ecë edhe një tjetër. Ja, ky ishte lajmi që pristim. Lajmi që pristim ishte leku për monedhën, forcon pozitat ndaj euros. Teren me dollarin amerikan. Çfarë ka ndodhur në Shqipëri që leku fiton pozitat ndaj euros? Po bie Europa? Po ngrihemi ne? Ndoshta për shkak të investimeve në inteligjencë artificiale që ka bërë kryeministri, paf, po shpërthen leku? Nuk e di o vëllezër. Nuk e di, por është gjë shumë e rrezikshme që leku ka filluar i shpërthen të gjitha këto monedha. Domethënë, Shqipëria, monedha shqiptare më e fuqishme se monedha e Gjermanisë, Francës, Portugalisë, Austrisë, të gjitha të mbledhura bashkë. Kjo është një pikpyetje shumë e madhe. Pikpyetje nga ato që më duhet të ri të mendoj dhe të reflektoj. Pak publicitet dhe kthehemi menjëherë.